Mirë mbroma dhe ju përshëndetjet e tonë nga zemra. Pritet nesër me dhonë një lajm, kur do të vinë kufumat. Deri nesër nuk ka kur gjë. Sot të ditë kena prit, dje kena prit, par dje kena prit, e halon nuk ka kur gjë. Unë vjen shumë keq për shumë dashamirë tonë, për shumë njerëz që janë të thirrë të vetë çabo. Nuk varet pej neve për kallëzoj, për shkak se ne kena kry ato që duhet mi kry. Jemi të prit veç ata, po me më të Allahit nesër të është një lajm kur do të rrinë kufumat në Kosovë. Ju falënderoj të tonëve i madhe i vogël, Allahu i rujtë të tonëve, Allahu mëse përvoft tas në shqiptar tonin, nive që edhe 3 shqiptar kanë ndru jetë, një varë krane, që kanë tonë të punue, ngushëllime për familjet e tyna, po këte në shqiptar të shketë që i vujnë, ditë e natë, e inshallah Allah ja fshën sabrin edhe aty në familjev. Për shkak se s'ka gjë më shtirë se me tardh. Një që shkon me punu, me fitu dinarin, shketi me njes, edhe të vjen kufu më shpe. Po bënë të fortë të tonë, jeta shqiptarëve është, jeta shqiptarëve është me vujtje. Ju përshëndetin nga zemrat e tonëve i madhe i vogël, ju rujtë Zoti, këtë vetë dashamirët mi, ata që i vetni, ata që jeni të interesum. Ata që na ishte mërzin, ata që na, dhe më thonë, jeni me neve non-stop. Familje, shok, miqasi, jarani, ju falënderoj të tonëve nga zemra, ju rujtë Zoti juve dhe këtë familjeve të juve. I love you, King Rasim. Ade.